Xhamia nuk është për vendimin e flamurit në mihrabin e saj. Xhamia nuk është për këndimin e himnit në minare. Xhamiat nuk janë ndërtu për këto gjëra. Në xhami, në shtëpinë e Allahut Azza wa Jall nuk ka nacionalizëm. Xhamia është e besimtarve, xhamia është e muslimanëve, e në saf mund të jetë një shqiptar, dhe mund të jetë një bosnjak, dhe mund të jetë një turk, dhe mund të jetë çfarë do komsie, të gjithë së bashku, pa përjashtim, vinë në xhami dhe thonë Allahu Akbar. Të gjithë së bashku vinë në xhami, binë në sejdë dhe thonë Subhana Rabbiyal A'la. Në xhami nuk ka dallime të nacionalitetit, të komsis. Ne jemi shqiptar dhe askush nuk mund ta mohon që ne jemi shqiptar. Allahu ka dashur dhe ne jemi shqiptar. Mirë, po xhamia nuk toleron gjëra të tilla. Çdo xhami, qoftë në vendet tona apo në vendet tjera, paramendojë që ne kur shkem në Qabe, në xhami, në shtëpitë Allahut Azza wa Jall, sa nacionalitete prezantojnë në advent, të gjithë së bashku, pa asnjë përjashtim, të gjithë thonë Allahu Akbar, të gjithë thonë Subhana Rabbiyal A'la, dhe nuk mbulohet qabja, dhe nuk rrethohet qabja me flamura të ndryshëm të vendeve të ndryshme. Xhamit janë të besimtarve.